Grumbullimi ka fillu sot, 2 ditë jemi në kampin nacional në Hajvali, ndërsa ditën e mërkur do të udhtojmë për në Moldavi. Dita por ka shku shumë mirë, kemi pas takime vojza, drekën e përbashkët, disa biseda individuale, ndërsa pas stërvitjes kemi edhe pjesën teorike. Jemi fokusu ma shumë në fazën me përmirësu fazën e mbrojtjes fillim, që nesër me fillu edhe me fazën sulmuse, ndërsa në grumbullim jam 20 vojza, sepse rregullorët e UEFA-s janë në mënyrë në garat evropiane. Kemi 20 vojza, mendojmë që e kanë meritu me qenë pjesë e reprezentacionit, kështu që shpresojmë që do të paraqitemi edhe do të kemi shumë rezultate pozitive në Moldavi. Kësaj radhe kemi 17 vojza nga Kosova, ndërsa vetëm 3 vojza nga Perëndimi, kështu që ma shumë jemi fokusu në futbollistët vendore. Kjo është viti 4 të radhas që ka marrë pjesë në kualifikimet në ligën B me moshat U17. Në 3 herët e kalume kemi qenë të kualifikuara, ndërsa kësaj radhe kemi kundërshtar Moldavin, Azerbejxhanin edhe Walesin. Unë shumë shpresoj për rezultate pozitive. Kundërshtari më i fortë që ka me qenë dhe ka me qenë të lloj finale do të jetë ndeshja e fundit mes Kosovës edhe Walesit. Stërvitja sot ka shku shumë mirë, me ekip kuptuam shumë mirë, jena krejt lumtur me stërvit bashkë, edhe atmosfera është shumë e mirë edhe po kënaqem. E kena 3 lojë vështira, kena me dhënë maksimumin, kanë me kanë lojë shumë shpira, ama besoj që kena me dhënë maksimumin edhe kena me fitu. Kemi të stërvit për 3 ndeshjet e radhës që i kena me Moldavin, Azerbejxhanin edhe Walesin. Atmosfera mbrana ekipit është shumë e mirë, si mbrana fushës si dhe jashtë fushës. Kundër Moldavisë dhe Azerbejxhanit janë ndeshje pak më të lehta se me Walesin. Walesi është pak një kundërshtar më i vështirë, por besoj që edhe ato kena me në poshtë.